për ne njerëzit e zakonshëm, për ne votuesit të thjesht, nuk ka gjë më të poshtër se politika, nuk ka njerëz më të pabezë se politikanët, nuk ka njerëz më të ndytë, më të përçarës se pushtetarët e çdo vendi. Kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo nuk është vetëm në kësaj kohe, kjo është e çdo vendi, çdo shteti, edhe e të gjitha kohërave. Jo më kot njerëzit e qematit e kanë qujt politikën kurvë dhe e kanë qujt qeverinë, më falni për shprehjen, thot Ymer Nurka, bëth kalamoni që ta bën atë në prerë. Pra edhe një herë, kudo që të shkosh, në çdo kohë e në çdo sel të botës, do të shikosh, në qoftë se je njeri i thjeshtë si puna ime, do të shikosh se politikanët janë njerëzit më të poshtër, edhe atje ku ka demokraci, partitë opozitare dhe partitë në pushtet bëjnë një luftë për të marrë pushtetin njëra tjetrën si luftë klasësh. Pra, hiqen si kur janë në demokraci, por bëjnë një fushat, po edhe mos i marrin ajo që fiton, bëjnë një fushat spastrimi partijak, tamam luftë klasësh. Mirë po, sido që t'jetë, çdo lloj qeverie, çdo lloj shteti, çdo lloj kombi e ka të domosdoshme të zgjidhë një qeveri. Ashtu sikur se çdo shtëpi e ka domosdoshme të ketë një hale. Pra e kemi të domosdoshme. Duhet me çdo kusht ne të kontribuojmë që të sillim në pushtetet qeveri që ne mendojmë që ndoshta do t'jetë pak më mirë për ne, për fëmijët tonë, për vendin tonë, për kombin tonë. Pra, haleja është hale, por i takon atyre që bëjnë shpinë, atyre që mërmajnë shpinë, që da majnë halen e pastër, ta shtrojnë më mërmerë, me pasqyra e ku të t'jon. Pra, e kemi në dorë, deri diku, se çfarë pastërtia po pesliku lejojmë me qeveri. Mas që thash këta, unë jam i kënaq që në zonën time këtë radhë ne kemi një deputete që profeson komplet zonën. Kjo është vajzë nga Maminësi, Manjola Luku, Mes nga Rada, Nuse nga Manza. Pra, e gjithë Manza ime, e gjithë zona ime përfaqësohet nga një njeri e saj. Kjo është mjaft që të kemi njerëzit e tonë, ne që kemi hallet e tonë në shtëpinë tonë, të kemi njeri që vjen nga zona jonë, që i qanë zemra edhe i qesh syu, kur sheft një njeri të zonës që vunë ose që ecën për para njët, se janë njerëzit e vetë. Për këta, unë i bëj thirrje të paktën njerëzve të zonës ime që s'ka nevojë për thirrjen time, por që t'jenë krenar, që do të përfaqësohen në kuvend nga njëri që është njëri kësaj zone. Kaq është mrekulli. Pse i bëj thirrje unë tashti Partisë Demokratike që ta shpori Sali Berishën me njëherë sa po të vinë pushtet. Sali Berisha, me sa di unë, është kryetari i Partisë Demokratike, edhe sot e kësaj dite. Edhe u duk sikur boni një gjë demokratike, ky Delenxhi, ky maskara,
boni ca zgjedhje paraprake brenda partisë ku do të shikonte se kush nga kandidatët e mundshëm merr më shumë vota në çdo qark, edhe gjitha kjo ishte që të vihen ata në krye të listës që popullit të jepen si opsione për të zgjedh ata që brenda partisë të paktën janë gjendje të marrin më shumë vota. Në radhë të parë, unë jam krenar si Manzak, që kandidati e zonës ime, që është kandidate për gjithë Durrësin tashti, por që vjen nga zona ime, nuk është vunë kryet listës nga Sali Berisha, por fitoj në Durrës që tregon që meriton. Por unë kam qenë prezent që ka fitu edhe Iklit Sara, edhe Iklit Sara ka qenë bila në vendin e parë, edhe vetëm që të shoft ashti që ky maskara, ky antidemokrat, ky klysh urve Sali Berisha e pas ka spostu këtë Iglitsaren nga vendi i parë në vendin e pestë. Kjo nuk është demokraci. Kjo është ai akuzon ky Sali Berisha, akuzon Edi Ramën që man mas vetës huliganet e vetë, njerëzit e drogës, po ky maskara çfarë po bën? E heq Iglitsaren nga njeriu që ka marrë më shumë vota në Durrës, edhe e dyta është kandidatja ime nga Manza, Manjole Luku, edhe e vend të pestin, kjo është të turpshme, kjo është antidemokratike, ky njeri nuk ka vend të drejtoj partinë demokratike në momentin që Partia Demokratike mundet dhe duhet vinë pushtet. Në qoftë se nuk vjen pushtet, unë mendoj që është një punë e madhe që duhet bë për rikthimin e zgjedhjeve. Unë nuk mendoj që në një parti në demokraci duhet zgjedhet më shumë se sa 3 mandate. Prandaj, i madhe i vogël duhet të jetë i gatshëm, duhet të regjistroj me kamer, me telefon, çdo lloj padrejtësie që mund të duket në këtë zgjedhje, çdo lloj parregulliteti që mund të kontribuojë në kthimin e zgjedhjeve në qoftë se do të ketë parregullsi. Tashti, edhe një herë, unë uroj që Partia Demokratike kur të vinë pushtet, në qoftë se do vjerë dhe duhet vjerë dhe uroj që të vjerë, duhet të mos bëjë atë gabim që bën Partia Socialiste, që edhe mutin, më falni për shprehjen, t'ja bojnë mbi kokë Edi Rama do ta mbajnë aty. Këto dy njerëzit më të poshtër, Sali Berisha dhe Edi Rama, që ka njoftë Shqipëria në kohën e demokracisë, duhet të flaken. Duhet të flaken një herë e më parë. Të dy janë njerëz që i kanë qeveritë e tyre të përfshim në korupcion. Qeveria e Ramos ka mbushur buxhet me drejtor e me ministra që janë anëhetime, edhe ish qeveria e Berishës ka sa njerëz që janë në investigim, si thonë e tim. Pra, për njëra për këtyre do të zgjidhet. Por jo, këto dy liderë nuk duhet jenë kryhe. Këto duhet flaken. Njëri i Partisë Socialiste se bën pazare me Vučićin dhe Serbinë në kurrist të interesave të kombit, do thotë i jepet Serbisë ajo që i takon, po jo Kosovës, apo Medveçës, apo Bujanosit ajo që takon. E tjetri, në qoftë se janë marrë toka dhe territore detare, në i kombi për të dhënë në i tjetrin në Ballkani janë marrë Shqipërisë, Korfusi dhe Tarapiri, edhe deti me të. E ky klysh kurve, ky kryetari PD-s, ky që s'poston, ata që brenda partisë vijnë të parët në listë edhe çon të pesë dhe sa debile që i mana i mrapa se që ka një gara ose që s'merr asnjë votë në Durrës, e vetë sigur që të hy.
në parlament, ky do t'ja japi detin Greqisë dhe thot t'i japim Greqisë ato që takon. Të takon ty Greqia deri në art, ajo pjesë shqiptare që ka qenë gjithmonë edhe në kohën e turkut. Si njësi administrative, jo vetëm popullsi e shqiptarëve mërë. Ardhat, e ti do të vish në pushtet, ti falesh edhe të detë që bota të kalon ty. I kanë da bota detet e tokët e tona, edhe ne kemi probleme që ne kanë morë, e jo që duhet të japim akoma. Partia Demokratike në qovë se vjen pushtet, hiqet apo nuk hiqet në grada e Sali Berishës, duhet të flak në kosh që në pleut këtë maskara. Këto që dhe Partim Demokratike po e trajton se ta ketë një pronë shtëpiake, këheq e vekët të doj. Edhe njëherë, unë si Mansak jam krenar se kandidatën e zonës. Edhe njëherë, unë si Mansak jam krenar se kandidatën e zonës sime, Lukun, nuk e ka vu Sali Berisha në kryet listeve, por e ka vu vota që e ka marë mrena Partisë Demokratike edhe ku në qytetin e Durrësit. Pra, le të bonte provë Berisha e ta hishte nga lista dhe të shikonte se si gjitha ajo zonë, edhe ata që ishin demokrat flak, do t'ja jepin votat me të duart Partisë Socialiste. Pra, nuk na ka bo në hinder neve Berisha, për kundërzi na ka shkel me kom besimin që kemi ke Partia Demokratike dhe vetë të vota e zgjidhje që boni e i si qujti primare, që fare qujti sa, se mendoj me trusat, kush është kë vasal, kush është kë maskara, kush është kë idiot, me një familje të korruptume, me njerëz komplet korruptum që do të hy prap në parlament me gardën e ti, mbretërore. Pra edhe njëherë vlezër e motra, unë uroj që PD-ja këtë radhë të kthehet në pushtet, uroj që PD-ja dhe PS-ja t'i heqin këto maskarej që kanë bëkrye Edi Ramën dhe Sali Berishën si lakej e armiqë të kombit dhe armiqë demokracisë, edhe kënaqem që në kuvendin, në parlamentin e ardhshëm, do të kemi njeriun tonë të Manzës. Edhe do më vi keq për shembull në Durrës, në Partinë Demokratike, në qoftë se nuk e shofi Glicaren. Unë nuk e njofi Glicaren, unë nuk kam fol një herë me Glicaren, vetëm kam pa një herë kalimthi aty kur u bën zgjedhjet primare në PD, se unë shkova aty të përshëndetem me miqtë e shokët e mi, edhe me qenë se ka fitu dhe ka qenë i pari në listë, ai duhet të hy në parlament para atyre maskarenjëve që ka vu Berisha mbi krye. Nga ana tjetër, duke qenë se unë vi nga Manza, edhe Manza ime ka gjithmonë dhënë njerëz fantastik të pakt që kanë hyrë në politik. Sami Gjergji, me aq mundësi sa pati, boni me buxhetin e vet një shkollë të mrekullueshme në fshatin nga Vjen, në Rad. Mendojnë Mansakat për Manzën e vet. Bedri Luku, kur u zgjoll drejtor hipoteke, në vend që njerëzit fshatarët e mi të shkonin në të rrinin aty ditë natë të shkallët e hipotekës, siç bëjnë këto maskaret që zgjidhen e vihen me vota, uasil të këtyre fukareve atë certifikatën ke shtëpia se janë Mansakët e mi. Kështu është të dy, nga të dy partit, është djali Hysës, njeriu fantastik i Partisë Socialiste, ja Rovajme Rema, Muharrem Sula. Unë jam krenar me Mansakët e mi, mu nuk më intereson nëse Mansakët e mi janë socialist apo demokrat, në qoftë se Mansakët e mi e kanë një vend në qeveri. Ato e kanë justifiku që u dhem shpirti për vendin e vet, për zonën e vet, për popullin e vet, dhe unë do doja që nesër
në qoftë se vjen pushtet Partia Demokratike, mos të vinë në pushtet për të shpall luftë antarëve të Partisë Socialiste në Manës, por përkundërzi për të tërgu vlerat përse të marrin pushtetin, përse marrin votat tona, edhe për të tërgu që nuk janë armiqt e atyre që mendojnë ndryshe, por se kanë ardhur me një mendim tjetër, me një ide tjetër për të shërby edhe vendit, edhe zonës, edhe fshatit nga vind. Unë do doja, pavarësisht se çfarë ndodh në shkallë republike, ku Partia Demokratike dhe Partia Socialiste zihen me njëri tjetrin si qend, të paktën në manzën tonë, unë do doja një bashkëpunim e një harmoni ku bindjet politike janë thjeshtë mendime se kush e si mund të shërbej më mirë vendit, zonës e fshatit tonë. Sami Gjoka ju përshëndes.